Burger me bubuzhela në pjatën tënde, ushqimi i së ardhmes që po troket frikshëm në derë. A jeni gati të kafshoni një burger të mbushur me bubuzhela? Mund të tingëllojë si një skenar horror, por ky është realiteti që po formësohet në laboratorët e ushqimit në Azi dhe Europë. Në një kohë kur planeti përballet me krizë ushqimore, mbi popullimin dhe mungesë proteinash të qëndrueshme, insektet dhe veçanërisht bubuzhelat po promovohen si zgjidhja e gjelbërt e së ardhmes. Por çfarë ka në burger? Burgeri i ri, i prezantuar fillimisht në panairin ndërkombëtar të teknologjisë ushqimore në Berlin, përmban miell bubuzheli të përpunuar, proteina të nxjerra nga larvat, aromë artificiale mishi dhe për ta fshehur të vërtetën, sos domatesh me erza të forta për të maskuar shijen. Në pamje të parë duket si një burger klasik, por brenda t'i fshihet një realitet i frikshëm që ngre pyetjen: a do të detyrohemi të ham insekte për të mbijetuar? Reagime të përzjera: më mirë vdesurie se sa të ha bubuzhela. Videot e para ku njerëzit provojnë burgerin me bubuzhel janë bërë virale në TikTok dhe Instagram. Disa reagojnë me neveri, të tjerë me kuriozitet, por askush nuk mbetet indiferent. Nuk e besoja që do të haja bubuzhela, derisa lexova etiketën, mu kthye stomaku përmbys, tha një vajzë nga Amsterdami që bleu burgerin në një lokal eksperimental. Por pse ndodh kjo? Sipas FAO, Organizata e Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë, insektet janë burimi më i lirë dhe më pak ndotës i proteinave. Prodhimi i mishit të kafshëve është bërë i paqëndrueshëm në një botë që po mbushet dhe ngrohet. Por kritikët paralajmërojnë: nëse sot na japin bubuzhela, nesër çfarë do të na servirin? Po ti, a do ta provoje një burger të tillë? Nëse dikush të ofronte një burger në formë perfekte, me aromë joshse, por me një përbërje bubuzhelash, a do ta kafshoje? Apo do të zgjidhje të rije i uritur përballë ushqimit të së ardhmes? Komento më poshtë, a është ky shpëtimi i planetit apo fillimi i një mangthi? Shpërndajeni këtë lajm. Njerëzit duhet ta dinë çfarë po vjen në pjatat tona.